Kreu i SPAK Altin Dumani vijon të qëndroj pretendimit se media është mes politikës dhe krimit, si subjekte që po ushtrojnë presion ndaj prokurorisë. Këtë deklaratë bëri edhe në Komisionin e Ligjeve ditë më parë, ku pati shumë reagime, por edhe sot në sallën e Kuvendit. Dumani teksa renditi kërcënimet, përmendi sërish median. Ndaj SPAK vijon një presion i jashtëm nga aktor politik, mediatik dhe të krimit të organizuar, që rrezikon integritetin institucional dhe të prokurorëve. Ky shqetësim kërkon reagim të koordinuar institucional për mbrojtjen e pavarësisë kushtetuese të SPAK, theksoi Dumani, por në përpjekje për të identifikuar kërcënimet reale ndaj pavarësisë së SPAK, zoti Dumani rrezikon të rrëshqas drejt një tjetër rreziku, ngatërimit të kritikës me sulmin, sepse kur një institucion si SPAK vendos të përmend median në të njëjtin rresht me krimin e organizuar dhe presionin politik, krijohet ideja se edhe kritika legjitime, madje edhe raportimi investigativ, shihet si kërcënim. Nuk ka asnjë provë serioze që media në Shqipëri po ushtron presion ndaj SPAK-ut. Ajo që ekziston është një rritje e interesit publik ndaj vendimeve të tij, ndaj zvarritjes së hetimeve në disa dosje të ndjeshme, ndaj qëndrimeve shpesh herë të paqarta për çështje me interes kombëtar. Kjo nuk është trysni, është përgjegjësi publike. Edhe mënyra se si SPAK ka vepruar ndaj gazetarit Elton Qynë është shembulli më i qartë se çfarë ndodh kur një institucion kërkon të mbyll kanalet e informacionit në vend që t'i sqarojë. Sekuestrimi i pajisjeve të punës së një gazetari investigativ pa garanci minimale ligjore u rrëzua më pas nga gjykata kushtetuese dhe me të drejtë. Pse nuk foli Dumani për rastet kur përdoret media për interesa të SPAK? Pamfleti denoncoi pak ditë më parë se prokurori Klodian Braho përdor gazetarët pranë tij për të krijuar tymnaj lidhur me garën për kreun e SPAK. Pra nëse nuk do të ishte media, SPAK sot do të ishte kthyer në xhandar. Media është ajo që e mban në shinë jo vetëm SPAK, por qeverinë, policinë e të tjerë.